me urdhër të gjykatës kompetente në bazë të kërkesës me shkrim nga ana e prokurorit të shtetit është realizuar një urdhër kontroll në disa lokacione të ndryshme, ku deri më tani 2 persona zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme dyshohet të ketë kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, të cilët kanë lëshuar certifikata për të pajisur me leje të armëve, do të thonë tek qytetarët pa i përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme ligjore, dhe po ashtu 2 persona të tjerë të cilët dyshohet të kenë kryer veprën penale, pranimi i rishfetit të dyshuarit, do të thonë janë shoqëruar në stacionin policor, ku me kohë do të intervenson nga prokurori kompetent i shtetit. Gjatë ekzekutimit të urdhrit të kontrollit janë sekuestruar edhe disa dokumentacione të tjera të nevojshme, të cilat do të shërbejnë si provë në procedurën hetimore lidhur me këtë çështje penale. Po, aksioni është duke vazhduar ende në disa lokacione të tjera, të cilët do të kuptohet me kohë.